إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sot me lenin Allahut azza wa jall do të flas shkurtimisht rreth një sure të cilën besoj që gjithë e dimë. Madje edhe fëmijët e lexojnë dhe mësojnë përmendsh. Është një sure e cila është e fundit për sa i përket radhiqjes në Musaf. Është surja Nas. Besoj që çdo njeri prej neve e lexon, e ka dëgju shpeshherë vet, e përsërit, po edhe u mëson edhe fëmijëve të tij. Kjo sure e ka një veçori që dallohet karshi shumë sureve tjera, jo vetëm si një ka shumë tjera, po e që zakonisht njeriu do thot i shkon ndërmend menjëherë kur përmendet është çështja e shejtanit edhe mbrojtja prej tij. Kjo sure është shkak që njeriu të kërkojë mbrojtje nëpërmjet kësaj sure te Allahu Azza wa Jall që ta mbrojë nga shejtani, në veçanti nga ai i cili është cytës edhe i bën cyqje në mendjen e tij edhe pastaj momentin që e përmend Allahun, njeriu atë moment ai hik, largohet edhe fshihet. Kjo sure është sure Mekkie, do thot është sure e cila ka zbrit në Mekke edhe i ka 6 ajete. Kjo sure ndryshe quhet ose njihet me emrin Kul a'udhu bi rabbin nas, për shkak se njerëzit zakonisht kur e përmendin, shpeshherë nuk e din me emrin e Nas, po kur i thua atij që është Kul a'udhu bi rabbin nas, e di menjëherë për cilën sure do thotë qëllimi është. Okbet ibn Amir thotë që Pejgamberi sa i tha atij sikur të shehje disa ajete të cilat më kanë zbritur mbrëm që nuk kanë zbrit më parë asnjëherë. Tha Kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Po ashtu i thuhet el muawwidhatayn, dy sure qëllimi është ato dy sure të cilat nëpërmjet tyre njeriu kërkon mbrojtje te Allahu Azza wa Jall. Kur përmendet në gjuhën arabe el muawwidhatayn, qëllimi është për suratul Falaq, edhe sure do thotë edhe surja an-Nas. Kurse kur përmendet për muawwidhat, qëllimi është Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, edhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Okbet ibn Amir thotë që Pejgamberi sa mi tha atij që më kanë zbrit mbrëm disa ajete të cilat nuk kanë zbrit më herët asnjëherë kur. Kul a'udhu bi rabbil falaq edhe Kul a'udhu bi rabbin nas. Me një transmetim tjetër, Okbet ibn Amir thot që Pejgamberi sa urdhëroi që ti lexoj el muawwidhat, do thot Kul wallahin felekin edhe nasin pas çdo namazi. Qëllimi është pas çdo namazi fars. Do thot preferohet për mi lexu, për shkak se normalisht shpërblimi është i madh, po janë edhe një prej arsyeve që njeriu e mbrojnë nga shumë sherre. Tema e kësaj sure është mbështetja e njeriu te Allahu Azza wa Jall, Zoti i njerëzve. Do thot mbështetja e robit te krijuesi i tij, i cili është Zot i njerëzve, i cili është sunduesi i tyre, i cili është i adhuruari i tyre. Allahu thot Kul, thuaj o Muhammed. Kjo nuk vlen veç për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Kjo vlen për secilin prej neve. Thot Kul a'udhu bi rabbin nas. Thuaj, kërkoj mbrojtje te kush? Kërkoj mbrojtje, kërkoj mbështetje, kërkoj përkrahje te Zoti i njerëzve, te krijuesi i tyre, te menaxhuesi i jetës së tyre, ai i cili furnizon ata, ai i cili shëron ata, ai i cili mbron ata. Do thot kërkoj mbrojtje te Zoti i njerëzve, te sunduesi i njerëzve, sunduesi i tyre, ai i cili ka pushtet, i cili ka fuqi, i cili ta ka dhënë jetën, edhe ai ta merr jetën. Mos shko te fallxori edhe te sirbazi, sepse ai veç ta shton edhe më tepër problemin. Edhe plus asaj fut gjuna te Allahu Azza wa Jall, edhe ai nuk ka në dorën e vet kur gjë për te asaj që ti ke, kur gjë më shumë. Pa jash fallxor, bashkëpunon me shejtan, i mashtron njerëzit, edhe plus asajna u bën edhe magji, edhe në këtë formë do thot i dëmton edhe i lëndon edhe më keq. E veç pak njeri mund dal me menduën. Këtë sure është shumë interesant se Pejgamberi ka përdor për veten e tij, e ka përdor shpeshherë kur i ka lexuar vetes atij. Thot Allahu Azza wa Jall,
thuaj o Muhammed, unë i mbështetem kujt? I mbështetem Allahut, Zotit të njerëzve, sunduesit të tyre, të adhuruarit të vërtet të tyre, do thotë që nuk e meriton dikush tjetër jashtë Allahut adhurimin, edhe pse ka qerë që adhuron, dikush adhuron nefsin e tij, dikush adhuron ndonjë idhull, dikush adhuron do thotë egon e tij, dikush adhuron pasurinë, dikush adhuron njerëzit Allahun na rujt. Gjitha këto janë të adhuruar mirë, po jo sakt, jo drejt. Allahu është ai i cili meriton adhurimin, edhe adhurimi i tij është i drejtë dhe vetëm sa e meriton që të adhurohet askush tjetër përveç se ti. Min sharril waswasil khannas. Nga cyqja e djallit, nga cyqja do thotë e shejtanit, që momentin njeriu kur nuk e përmend Allahun, harron. Atëherë shkon i ban vezvese në mendjen e tij, e cyt, e prek. Momentin që njeriu e përmend Allahun, ai hik, fshihet. Në atë moment menjëherë thotë thuaj, kërkoj mbrojtje te Allahu prej këtij shejtani, i cili vjen këto momente, edhe mundohet do të thotë që të më ngatroje çështjen në mendjen time, dhe tha alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, i cili vjen edhe fut dyshime në gjokset e njerëzve. Allahu tha në gjokset, nuk tha në zemrat, për shkak se gjoksi është vendi ku ndodh zemra dhe po ashtu vendi i mendimeve, gjithë atyre përshpëritjeve që njeriu i ka do thotë në mendjen e tij. Gjitha këto të kallëzojnë do thotë që në atë moment kujt më mbështet, jo me shku me kërku mbrojtje diku tjetër, jo, po shko thjesht kërko prej Allahut azza xhel. Vezveset e shejtanit janë arma më e fortë e tij. Ai e përdor këtë armë me gjitha mundësitë e tij, nuk lë vend, nuk lë pozit, nuk lë gjendje, vetëm se e përdor vezvesen e tij. Nëpërmjet kësaj vezvese e mashtroi edhe Ademin alayhis salam, e mashtroi edhe Havën, ata dy ishin në xhenet. Edhe shkoi shejtani nëpërmjet vezveseve, i mashtroi kinse nëse han prej pemës që Allahu ndaloi atyre, ata do qenë të përjetshëm, do jetojnë përgjithmonë, edhe do qenë prej melekëve, edhe madje u betuan Allahun, tha unë jam shumë i sinqert. Na që juve po a them, betim i rrejshëm në Allahun azza xhel. Betim që Ademi nuk e kishte pas dëgjuar më herët. Mendoi se nuk ka mundësi dikush të betohet në rrejshëm në Allahun. Askush, po iblis. E sot edhe ne fatkeqësisht kemi shumë prej cilësive të tij, sepse shpeshherë betojmë në Allahun edhe të rrejshëm, edhe fare nuk mërzitemi për betimin ton. Betojmë në Allahun rrejshëm, sikurse me qenë betim do thotë dikë ku e diunë prej ku. Do thotë personi i cili ose diçka e cila është e pavlerë, aty realisht betohesh në Allahun azza xhel, plus asoj betohesh në rrejshëm, prandaj edhe gjuna është shumë i madh. Ademi në momentin që u betu iblisi, edhe i tha atij që unë jam i sinqert në atë që po them, normalisht ata hangrën prej pemës edhe ndodhi ajo që ndodhi kryesorja vezveset e shejtanit, ishin ato të cilët do thotë ndikuan që Ademi alayhis salam do thotë dalë prej xhenetit të Allahut azza xhel. Armiqësia e shejtanit me njërin është e vjetër, edhe është e madhe, edhe është e rëndë, prandaj ai mundohet vazhdimsi që njeriu të çojë vezvese ndryshme. Përmes se më tha kur u ankuan sahabët se po gjejnë diçka në përmendjet e tyre, rreth asaj do thotë rreth besimit, rreth bindjeve të Allahut azza xhel, përmes se më ju tha atyre qartë se këto janë vezveset e shejtanit, që ai mundohet nëpërmjet atyre vezveseve njeriu ta demoralizojë, ta shkatrojë. Para asaj, përmes se më tha nuk ka njeri vetëm se ja është ngarku atij një shok, qëllimi është karin, qëllimi është një djall gjin i cili do thotë është me vete. Çdo njeri e ka. Edhe synimi i tij është njeriu ta shohë ka e keqja. E i thon ja Rasulullah, po edhe ty, tha po edhe mu përveç se Allahu subhanahu wa taala të bëri musliman, edhe ai nuk më rdhëron përveç se në të mirë. Allahu subhanahu wa taala tha minel jinnati wan nas, prej gjinëve dhe prej njerëzve. Do thotë janë dy lloj krijesave. Ka gjin edhe ka njerëz. Te ne i ngatrojnë nganjëherë edhe i thonë po vin gjin. Gjin janë botë tjetër, krijesa tjetër. Krijesa tjera, ato realisht ekzistojnë. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një sure me emrin Suratul Jin, edhe janë njerëzit të cilët jemi ne. Gjin nuk shihen me sy. Ata neve na shohin, ne nuk i shohim. Po në ahiret ne i shohim, ata neve nuk na shohin. Kryesorja, njeriu duhet me ditë që ekzistojnë dy botra. Prej dy botrave ka shejtan, edhe prej gjinëve, edhe prej njerëzve. Gjini shejtan vjen të bën vezvese në mendjen tënde dhe gjoksin tënd. Kurse njeriu shejtan, ai nuk vjen fshehur razi, po vjen haptazi. E rreziku i tij është shumë më i madh se sa rreziku i parit. Thoshte Hasan al-Basri rahimullah, thoshte që ata janë dy shejtan. Njëri shejtan është shejtan prej gjinëve, kurse shejtani tjetër është shejtani prej njerëzve. Shejtani prej gjinëve bën vezvese në gjoks, kurse shejtani prej gjinëve bën vezvese në gjoks, kurse shejtani prej njerëzve ai vjen haptazit e tij
edhe del publik. Kurse thoshte Katade, thoshte që janë dy lloj shejtanëve. Shejtan prej gjinëve edhe shejtan prej njerëzve, thoshte kërkoni mbrojtje prej shejtanëve prej gjinëve dhe po ashtu prej shejtanëve prej njerëzve. Shejtani gjin është më i lehtë, sepse momentin që të ngasmon te përmend Allahun ai hik. Fshet, kurse shejtani njeri është më i rrezikshëm, sepse ai të mashtron, ai devijon, ta josh haramin, tërheq ka harami, ta bën kotën të mirën ta bën kot, edhe është i rrezikshëm, sepse tarmicon, edhe sulmon, edhe mundet me të lëndu, edhe me të bodam, e ky shejtan është shejtan i rrezikshëm. Do thotë që ka njeri i cili është shejtan, normalisht është njeri, në pamjen e njeriut, po vetit e shejtanit, Allahu na ruaj prej tyre, andaj Allah subhanahu wa taala na urdhëroi që ne të kërkojmë mbrojtje edhe prej shejtanit gjin, po edhe prej shejtanit njeri. Elos Allahun që ta morëm prej tyre, wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Si ta mbrojë njeriu veten nga ky shejtan i cili është çytës edhe bën çytje në mendjen edhe gjoksin e njeriu. Normalisht e para është tauhidi, njësimi i Allahut azza wa jall. Tauhidi është baza, esenca, themeli. Edhe mbështetja në Allahun azza wa jall. Shejtani kur e di që një person është i kapur për fenë e Allahut dhe e ka tauhidin e pastër, edhe i mbështetet Allahut, hik. Allah azza wa jall tha: "Innehu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Shejtani nuk ka pushtet mbi atë i cili i beson Allahut, është i kapur për fenë Allahut edhe i mbështetet plotësisht Allahut azza wa jall. Po Allah azza wa jall tha: "Qala fa bi'izzatik", ju drejtua iblisit dhe i tha: "Pasha madhërinë tënde." Kur e kuptoi që Allah azza wa jall e dëboi nga xheneti dhe nga rahmeti i tij, tha: "Pasha madhërinë tënde." Iblisi e ka njoftë Allahun, e di mirë. Tha: "Pasha madhërinë tënde, la ugwiyannahum ajma'in", tha do t'i devijoj gjithë ata, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, përveç robërve tu të cilët janë sinqert. Ata që janë sinqert nuk ka mundësi që të deportoj deri te zemrat e tyre, andaj me ta kam problem, nuk ka mundësi që të deportoj deri te ata. E dyta është të kërkosh mbrojtje te Allahu prej shejtanit. Kjo është metoda e dytë, mënyra e dytë. Thot Allahu subhanahu wa imma yanzaghannaka shaytanu nazgun wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazgun fasta'idh billah. Nëse shejtani vjen ta sjell një vezvese, edhe një dëm, edhe çon ka keq dikun, ati e ndjen pëshpëriqet e tij, ta kërkon mbrojtje në ato momente te Allahu, sepse Allahu dëgjon çdo gjë edhe di çdo sen. E në këto momente nëse ti kërkon mbrojtje, Allahu subhanahu me lenin Allahu do të mbron. Ka mesasem që përmenda më herët tha që i vjen shejtani ndonjërit për juve dhe i thot: "Kush e krijoi kët? Kush e krijoi kët?" Ti dëgjon pëshpëriqet e tij. Edhe ndoshta edhe i përgjigjesh atyre pëshpëriqeve në brendsinë tënde. Kush e krijoi kët? Kush e krijoi kët? Thot derisa dikur e shef që ke fillu mu lodh, thot kush e krijoi Zotin tan? E atëherë ti ndalesh nuk di çka më thon. E kush i krijoi Zotin tan? Pa më së thon nëse të vjen kjo thuaj atëherë eudhu billahi minash shaitanir rajim, edhe largoj mendimet të cilat kanë ndodhur në atë moment. Sipas një transmetimi thuaj kul huwallahu ahad, Allahu samad, do thot thuaj këtë sure për shkak se ta kujton realitetin e tauhidit edhe realitetin tan se ti kush je. Po ashtu pamësesem i përdorte vet këto sure për me mbrojt veten e tij. Thot Ebu Said radiallahu anhu, thot që pamësesem maharat kërkonte mbrojtje prej gjinëve, edhe prej syrit, prej mysyshit njerëzve me luçe qera, derisa zbritën surja kul a'udhu bi rabbil falaq edhe kul a'udhu bi rabbin nas. E atëre kur zbritën ato dy sure, pamësesem i braktisi qerat edhe i lexonte vetëm se këto dy sure, kul a'udhu bi rabbil falaq edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Me transmetim tjetër pamësesem tha, a tregoj diçka që nëse dëshiron dikush që të mbrohet me diçka, nuk ka më të mira se sa ato. I than po ja Rasulullah. Tha pamësesem tha thuaj kul a'udhu bi rabbin nas edhe kul a'udhu bi rabbil falaq. E treta, leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit është një prej arsyeve që e mbron njeriu me lenin Allahut azza wa jall. Kurani është faktor që e mbron atë familjen e tij, shtëpinë e tij. Prandaj pamësesem nxiste që sa më tepër të lexohet Kur'an. Pamësesem tha mos i bani shtëpitë tuaja varreza, sepse shejtani largohet nga ajo shtëpi që të lexohet suratul Bekara. Me një ditë tjetër tha pamësesem kush i lexon natën kur bie për me flet, kush e lexon do thotë këto dy ajete prej suratul Bekara, kush e lexon do thot amen ar-rasulin, kush e lexon natën i mjaftojnë,
Thonë ulemat i mjaftojnë para të natë, disa kanë thonë që i mjaftojnë në aspektin e mbrojtjes prej shejtanit. Është i mbrojtur me lejen e Allahut azza wa jall. Thjesht vetëm se këto dy ajete nëse i thua për asaj sure të madhe, me lejen e Allahut azza wa jall do të jesh i mbrojtur. Po ashtu e njëjta vlen edhe për ajetul kursin. Nëse e thua me lejen e Allahut natën mbrosh, edhe ditën normalisht e thu pas çdo namazi, sikur se e thotë çdo musliman pas namazit atij, gjitha këto janë shkak që të mbrosh brenda ditës edhe brenda natës me lejen e Allahut azza wa jall. Po ashtu ajo që e mbron njeriu nga vezvesja e shejtanit, po ashtu është përmendja e Allahut azza wa jall. Përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut, dhikri, normalisht që e ka vlerën e madhe, po te mbrojtja prej shejtanit e ka shumë të madhe. Ibn Abbas i thot, vendodhja e shejtanit është zemra e birit Ademit. Nëse biri Ademit harron, shejtani ban vezvese. Nëse biri Ademit e përmend Allahun, atëherë shejtani ik edhe largohet më njëherë prej njeriu. Pejgamberi sa në shumë transmetime e ka përmendur thotë se si me mbrojt veten. Është një libër i mirë. Një libër i mirë mbrojtje muslimanët. E keni në gjuhën shqipe. Është një libër që unë nuk besoj që ka libër më të mirë se sa ai libër. E keni në aplikacione për telefone. Mundeni me blek ku doni. Cilin do gjuhë për shkak se gati në çdo gjuhë të botës është i përkthin. E keni atë libër. Në atë libër, brenda këtij librit, i keni gjitha luçet që mundeni me to të luteni, edhe të kërkoni mbrojtje. Merrni, lexoni. Vend se mi mësu lajmet e dunjos që ndoshta nuk ban kurrë çfarë do bie, mësoni do sure, mësoni do ajete, mësoni do dua që janë to, runi veten, runi familjet e juve. Ne sot fatkeqësisht mësojmë shumë gjëra pa dobishme. Po kur është në pyetje interesi jon, i ahiretit ton jemi negligjent, ma pa kujdesshëm. As fare që na intereson për to. Pse se çashtu jemi mësuar, po njeriu është negligjent. Mirë, po kur vjen pastaj problemi, e atë nuk di kam ja mbajt, e atëre kërkon një ilaç, bile i thyn edhe rregullat e Allahut, nuk ka as problem me pretekstin se do thotë lejohet çdo sen, për shkak se i sumur. Jo. Nuk lejohet çdo sen. Ka kufi normalisht, mirë, po ti para asaj në para prakisht mbroje veten tënde. Ky libër, Mbroja e muslimanit, është një libër shumë i mirë. Thash e keni në aplikacion, nëse s'keni parë për me blej, kushton 1 frank 2, po nuk është pyetje frangi këtu, është pyetje zemra. E nëse nuk e blen e keni aplikacion, zbritja e ki me vetin vazhdimsi, mësoj luqet, lexoj prej aty. Nuk ka vend që nuk ka gjendje, vetëm se është përmend në libër me len Allahu. Thot Allahu xhel, "Wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin." Ai cili nuk e përmend Allahun. Ne ja bëjmë shok dost një shejtan, i cili vazhdimsi është me ta. Thot po më çon vesh ka e keqja, ka me çu. Kur ti se njeh Zotin tan, normalisht ai ka me çuën, ka harami edhe bile ka me shkatrua dhe ka me deviju. Ka me sasem prej dhikrit që e përmendi, se ka shumë, veç për e përmendi 2 me lejnë Allahut. Tha për mësem, kush thot? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot 100 herë ditën? Kush e thot mëngjes kur çote dhe i thot 100 herë këtë luçe, thot është e barabartë sikur se mi pas liru 10 sklevër. Po ashtu, ati i shkruan 100 mira, i fshihen 100 këshia, edhe ajo është i mbrojtur gjatë ditës së tij nga shejtani derisa të vijë mbrëmja. E nuk është më i mirë se ai përveç se ai i cili e ka thonë si ai, po ka shtu edhe më tepër se sa ai. Po ashtu për mesa se më tha, kur njeriu del nga shtëpia e tij edhe thot bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kush e thot këtë luçe? Kur del nga shtëpia e tij, del me kamën e gjathë. Edhe thot këtë mbrojt këtë luçe, për mesa se më tha, ati i thuhet hudit, ti je uzu, wa kufit, edhe ti je mjaftu, wa bukit, edhe ti je mbrojt. Do thot ti je uzu, je rrugën e drejtë, rrugën e saktë. Për ty janë të mjaftueshme këto fjalë që i ke thonë. Mbrohesh me lenë Allahut nga shejtani, e vjen shejtani i thot shejtani tjetër, pasi që kur i thot ato ai largohet hik, i thot shejtanit, tha si ka mundësi ti me ndiku te një person i cili është uzu, i cili është mbrojt, edhe i cili do thot është mjaftu me ato fjalë që i ka thonë. Fjalë thjeshta, lehta, besoj që secili prej neve i di dhe i mëson, ama ka kush i shqipton, edhe ka kush i kujton në ato moment kur del nga shtëpia e tij, pastaj mos u anko. Ankesat e tona janë sebeb i gjunave tona, mos harroni. Se gjunat janë sebeb i fatkeqësive, i belave që neve na godasin. Nëse dikush gjen bela, trupin e tij, familjen e tij, pasurinë e tij, shëndetin e tij, shoqërinë e tij, dije që ajo është skak i gjunave që ne i veprojmë. Allahu askujt nuk i ban padrejti. Nëse dëshiron për mi largu, vetëm se thjesht istighfar, kërkim falje,
e kërkim falje normalisht i ka kriteret e veta, kushtet e veta, po normalisht kur Allah e shef sinqeritetin tan, gjuhën tënde që përmend, edhe ti angazhon veten tënde me fetari, edhe do Allahun sinqerisht, e shef veten xhami, e shef veten ligjërata, e shef veten leximin e Kuranit, atëherë ka hajt, përndryshe nëse jo, atëherë Allahu ta dhash hajrin, mirë po ti e përgjegjës para Zotit tanë, nesër mos on ko. Lut Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na mëshiron, na fal, edhe lut Allahun që të na mbron nga vezveset e shejtanit, dhe lut Allahun që të na forcon këmbët tona deri në fund. Wa qulu qawli wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.